Shkruesara News, ju përshëndes, jemi së bashku si çdo ditë me mua e Sersula për të njohur parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Europa Veriore dhe Alpet do të kenë vranësira rreth shiu e dëbor dhe erë të fortë, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit do të jetë e qëndrueshme me kthjellime. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, moti do të ketë kthjellime dhe vranësira me rreshtje të pakta, kryesisht në zonat lindore dhe malore. Temperaturat do të luhaten nga 0 deri në 18 gradë Celsius. Era fryn me një shpejtësi 35 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigje detare 2 ball. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit e Europës për ditën e nesërme. Pjesa më e madhe e Europës do të dominohet nga moti i paqëndrueshëm me rreshtje shiu e dëbore, ndërsa në disa zona të lindjes do të ketë kthjellime. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, moti do të jetë kryesisht i kthjellët me vranësira të lehta, kalimtare pa rreshtje. Temperaturat do të luhaten nga 1 deri në 19 gradë Celsius. Era fryn me një shpejtësi 35 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigje detare 1 deri në 2 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend të Europës. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.